Tani jemi ikë prej ku im dalë për burget, e kem pas edhe rast në Baran, kish futbol, edhe shkojmë me shok atje, s'kesh kohë shkurt. Edhe kish qelë një i Baranit aty një qebaptore ka pa qelë, na thirri me hongër, shkum aty sa shkum vinë 2 policë. Edhe për na përshëndetin aty. Po në të një pet i rastit, rresha edhe armatosën, më nuk rresha kështoj. Edhe s'fola e qënë, po edhe në honqën ata me pi. Jo thëmë këtyre shokve të qomi, ma vonë vim, ku të shkojnë ta. Qomi na, ta shtu ardhëna në përvapet, këta veç i këshin thirë njësin speciale. Ta shvinë njësin speciale me gazika, me 2-3 gazika, edhe të gjamia e Baranit në ato adhëshim 2-3 shokë, o konë nga një i Berliqit Kashion, Gashi, edhe 2 kusht tjetër, kush o konë, s'po më kujtohet tash për momentin. Do këtë dhe qaj i Baranit, o konë qaj djali. Edhe vinë policia zhdrypin me gazika dhe një 10 vetë në alën për balë meje. Tash një 200 metra në alën ata të arka, unë në kata. Po si të kalish gjamin është një rrugë në djathët. Edhe në të jetë si në qash, ku i marë të amon me qatë rrugë. E ku më këty nësë, veshe i parlemro se du të mikë. Se ka njetë në kapë. Ose me mvra. Se ishtë qëtu qëllimi mu, se në edhe informata nga për do që do kushërit tani kanë pas do një pa një sneq, edhe një qaj malazezi i kështë pa thonë se qëllimin e kanë me vrahë. Edhe mjallon fajt nga ka sulmu. Neve që dishim, edhe jo mikë. Aty më shku rrotull për malë edhe ika. Edhe të njemi dalë për Shqipërije në Zvicër.